Shumë njerëz mendojnë se është e rëndë të ndërtosh fabrika, shkolla, rrugë, por më e rënda, thuan dietarët islam, është ta bësh një njeri me karakter dhe me një moral të lartë. Gjithashtu kanë thënë, është e lehtë të agjerosh të hanët e inde. Ju e dini se agjerimi i të hanës dhe të indes është traditë e pejgamberit alayhis salam, që në përgjithësi i dashuri i Allahut ka agjeruar dhe ne ka preferuar neve që ta praktikojmë këtë adhurim. Por thuan, më e rëndë është që njeriu ta edukojë veten e tij, por është e mundshme kur e bën këtë me fjalën Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Vetëm ti ta adhuroj o Zot dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Njeriu e adhuron Zotin xhaleshanuhu, edhe e din se ky adhurim është me lejen e Zotit të madhruar, dhe e din se në çdo punë që i reket, padyshim që i duhet ndihma e Zotit të madhruar. Allahu i madhruar në Kur'anin famëlar thotë: Qad aflaha men zakkaha wa qad khaba men dassaha. Me të vërtet ka shpëtuar ai që arriti ta përmirësojë veten e tij. Para shpëtim, fitore e madhe është nëse arrim që ta përmirësojmë veten tonë. Nëse arrim t'i lëm veset negative me një anë, kjo është fitoria më e madhe se sa të kesh pasuri, të kesh këtë dhe çat. Dështimi më i madh nuk është të mos kesh shtëpi të mirë, as vetur, as para. Dështimi më i madh thot Allahu xhaleshanuhu wa qad khaba men dassaha, dhe është shkatruar ai njeri që e ka lënë moralin, aspektin shpirtëror mbasdore. Do të thot shpëtim më i madh, fitore më e madhe, është ta pastrojmë të mbrëmshmen. Kur e pastron të mbrëmshmen, dukesh njeriu më i pasturi në dunja dhe më i lumtur në botë. Është e rëndë që ta përmirësosh veten tënde, por është e mundshme, dhe këtë ka pas parasysh Omer ibn Abdulazizi, i cili është drejtuar njerëzve duke ju thënë: kam marrë një çështje në dorën time, që vërtet është tepër e rëndë, por me lejen e Zotit xhaleshanuhu, me ndihmën e Zotit xhaleshanuhu, shpresoj që t'ja dal në këtë punë madhështore timen. E ka kuptuar se pa ndihmën e Zotit xhaleshanuhu nuk mund të jetë i drejtë dhe i sinqert. Edhe në mënyrë të vazhdueshme ka kërkuar nga Allahu xhaleshanuhu që të i ndihmoje, edhe vërtet për 2 vjet të gjysëm që ka qenë në pushtet, që i ka udhëhequr muslimanët, është cilësuar si halifja më i drejtë i muslimanëve pas 4 halifeve, pas Ebu Bekrit, Omerit, Uthmanit dhe Aliut radhiyallahu anhu.